E shtyllat e vjetra elektrike, mungesa e rrugës asfaltuar dhe mungesa e rrjetit të kanalizimit janë disa nga shqetësimet që i kanë banorët e fshatit Pluzhin të komunës së Skenderajt. Banorët edhe njëherë kanë kërkuar nga përfaqësuesit e komunës së tyre që t'u rregullojnë mënyrën e jetesës në mënyrë që ata mos ta braktisin fshatin e tyre. E ndjekim kronikën e më pas për këtë problematikë, zhvillojmë edhe bisedë në studio. Këto shtylla elektrike u vendosën në vitin 1969 dhe nga atëherë më nuk u përtri. Andaj, problemet me energjinë elektrike janë evidente, thonë banorët e fshatit Pluzhin të Skenderajt. Problemin e kena me rrim mas pari për punë që dy në farë rjetit është shumë i dept, fëmi kena shumë, ma shumë nuk ka rrim që si ka, në pagesën e bëjnë gjithë. Shtyllat që si pishin i kanë pronë, gjysën e rjetit e kanë pronë, gjysën poshtë e kemë lagjet njën e përpaj pronë, edhe i kanë paras gjithë i kanë pronë që të për nej vota, për shka për dine, për shka i kanë pronë. Maron me rrim nuk kemë shumë dëpt është kefa rrime, që pa 2 ditë okpu që këtë që të edhe, ora që të 3 orë dhe në ardhë, e i kanë regullu bagi pak e ledhen, që të shumë rëzek i madho për që të rrimë. Unë nuk di që është menën komuni e kështë. E kjo rrugë që po e shihni teje të dëmtuar, paraqet problem serioz për fshatarët, posaçërisht gjatë stinës së dimrit, të kalohet me makinë është gati e pamundur. Fshati Pluzhin i ka minimi banor. Kur komuna nuk ka investu për këtë rrugë. Kur kanë shtru asfaltet deri në fshatin Tic, i kanë lidh 2-3 shtëpi në aton Pluzhine, se ndahet Pluzhina në 2 pjesë. Rruga që u lidh pe këtu në lagjen Hoxha, në lagjen Mehaj, në lagjen Nuraj, nuk kanë investu asgjë, as me sallë, as me asgjë. Rruga është e pakalueshme, posaçërisht për dimën nuk është e pakalueshme. Mbi 40-50 nxënës kalojnë rrugës Komb deri në shkollën Likovc. Fshati Pluzhin edhe Tic e kanë një shkollë. Gjithë gjymsa fshatit që udhton Komb shkon në shkollën Tic, kalon mi 3 kilometra. Pra të arsye nuk mund së është rrugë shumë e keqe, edhe kalon gjymës Lumi aty fshatit Livadov, edhe kalon shkojnë fshatin Likovc në shkollë. E kanë 5 kilometra, as nuk paguhet transporti, as nuk ka kush i bardh në zonësat, edhe shumica në zonësat, pe para fillove, dhe në klasën e parë mungojnë me shumicë. Kemi bërë gjitha lutjet, gjitha sendet, gjithë premtime ka, deri të xhamia kanë thonë, bëri gjithë qysh dështrohet, që i kesh lidhë këtu 2 lagje, por nuk i kanë bërë, as me zallë nuk i kanë mirë mbaj. Mungesa e rrjetit të kanalizimit është një tjetër shqetësim i fshatarëve, i cili ka bërë që ndonjëherë fshatarët të kenë edhe probleme shëndetësore për shkak të infektimeve, sidomos fëmijët. Ter lagja është pa kanalizim, çdo shtëpi është veç kundërmban veç jem këtu vendin e Gjarjes. Krejt lagja s'ka kanalizim, s'ka çdo shtëpi është këtu, i që edhe më keq. Siç po shihet edhe ky rast të, fëmija luzin kësa dhe dalin rrugë, a i mytet që të ka posë edhe si ka posë edhe helmime për ty në kanalizime, për ere, trauna. Në komunë kina bo ankesa, jenë komunarët pu, vaktin e zjedhë kur të vinë për shambull. Vinë natën tërë, shkojnë tërë, vinë premtime bëllë, nuk ka kur gjë. Tërë fshatin Pluzhin, është i njëjti problem. Si me kanalizim, si me ujnë të zezë, se vishë me që udhën aktuën. Se na që thujmë është ai programi ju që është shumë i qëlluar se edhe na jem kosu. Edhe na kem bon diçka për çeton, po na vjen keq edhe për fëmijëve, për familjeve tona për shembull që jem që gjendje në rond që gjendje se na merr parasysh kush. Banorët e fshatit Pluzhin edhe njëherë kërkuan nga përfaqësuesit e komunës së tyre që t'u rregullojnë mënyrën e jetesës në mënyrë që të mos e braktisin fshatin, duke ditë që shumica e banorëve janë edhe të papunë dhe me ndihmë sociale, andaj e kanë të pamundur që me vetë kontribut të bëjnë diçka për veten e tyre. Për këto probleme të banorëve të fshatit Pluzhin, do të bashkëbisedojmë me Hasan Shalën, drejtori shërbimeve publike në Kuvendin Komunal të Skenderajt. Zotri Shalë, mirëmëngjesi, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmëngjesi, mirë se u gjetëm. Dhe me shtë përshëndes juve si televizion, nëse një dhe teleshikues
cilët na ndjekin. Faleminderit shumë. Problemet të cilat i pasqyruam edhe në kronikën tonë, për ju janë edhe më të njohura, e njihni mirë atë pjesë dhe sigurisht i dini edhe problemet edhe hallet e rreth 1000 banorëve që jetojnë në fshatin Plugjin. Po, është e vërtet, kronika tregoj gjithë situatën do të thotë në fshatin Plugjin, është një gjendje reale e cila fatkeqësisht edhe ekziston, mungesë e rrugës, mungesë e infrastrukturës, bazë të kanalizimeve. Jemi të vetëdijshëm si kuvend komunal dhe si ekzekutiv që këto probleme ekzistojnë, jo vetëm në fshatin Plugjin, po edhe në fshatra tjera, sepse ne nuk kemi mund në periudhën 5-6 vjeçare të trajtojmë gjitha problemet të cilat ju nevojiten qytetarëve përkatësisht edhe fshatrave. Ne si kuvend komunal, por edhe si ekzekutiv, në strategjinë tonë, në veprimin tonë gjatë kësaj periudhe prej 2008 deri tash ku jemi në vitin 2014, përkatësisht ka fundi vitit, në këtë periudhë 6 vjeçare, kemi pas strategji dhe që çdo fshat të paktën të trajtohet fillimisht me segmente kryesore të rrugëve. Të paktën që qasja deri në fshat të jetë më e lehtë. Kështu që edhe me një buxhet të varfër të cilin ne si kuvend komunal disponojmë, nuk kemi qenë mundësi që të gjithë qytetarëve të dalim për me njëherë në ndihmë rreth infrastrukturës, kështu që në shumicën e rasteve ne kemi shfrytzuar donacionet prej qeverisë nivelit qendror përkatësisht Ministrisë të Infrastrukturës dhe ministrive tjera. Ju sigurisht jeni dëshmitar kësaj kronike sepse këta banorë deri kanë dalë në fshatin Likos, shembull, kanë bërë dikun 20 minuta. Pastaj pe fshatit Likos deri në segmentin kryesor që qenë për Skënderaj kanë bërë edhe 15 apo 20 minuta të tjerë, kështu që këso rrugë kanë pas të pa trajtuar deri në qendër më të afërt Skënderajt, dikun rreth 15 kilometra, apo kanë bërë gati një orë për me dalë edhe me pas qasje në rrugët asfaltune. Sepse infrastruktura Skënderajt para 2008-s në 52 fshatra ka qenë jo zero, po ka qenë, kisha me thonë, edhe nën zero. Kështu që sipas shifrat të cilat ne disponojmë si drejtori deri tash projekte kapitale të cilat kemi realizuar në infrastrukturë, dikun e kalojnë 300 kilometrë gjatë kësaj faze, që është një sukses shumë i madh. Mirë, po prapë po kthehen te buxheti i kuvendit komunal, është një buxhet ku kisha me theksu për mjete financiare, krejt për projekte kapitale kemi buxhet dikun në vlerën për 2 milion, 2.200.000 euro, që nuk është një buxhet i cili mund të zhvillohet rreth infrastrukturës. Mirë, po ne gjatë këtij viti në këtë fshat i kemi bërë matjet, janë dëshmitarë qytetarëve të cilët kemi dalë dhe kemi hartuar dokumentacionin teknik investim, hartimin e projektit edhe për rrugë dhe për kanalizim. Është bërë projekti është gati, është hartuar edhe vlera financiare se sot do të na kushtoj. A do të kushtoj shumë? Projekti për trajtimin e këtyre fshatra këtu do të kushtoj dikon rreth 550.000 euro. Trajtimi të gjitha segmentet rrugore në Plugjin. Sepse siç e theksova edhe më herët, faza 2 tash pason e strategjisë të ekzekutivit të komunës që gjitha fshatrat tash të pajisen me rrugë brenda lagjeve. Kështu do të thotë prioriteti i parë ka qenë, si e theksova më herët, trajtimi i segmenteve kryesore të rrugëve, ndërsa tash pason faza tjetër. Ne në planifikimin e vitit buxhetor për vitin 2015, sepse tash edhe po t'i kemi mjetet, praktikisht jemi ka fundi muajit shtator dhe fillimi muajit tetor, jemi praktikisht në sezonin e vjeshtës, ku edhe tash edhe koha edhe përkatësisht jemi në prag të dimrit, ne edhe po t'i kishim mjetet financiare, vetë procedurat e shpalljes së tenderit, pastaj përzgjedhjes të kompanisë, dikun marrin kohë rreth 1 muaj, edhe ne praktikisht hymë veç në sezonin e dimrit, ku edhe ndalin aktivitetet e punimeve. Kështu që ne kemi ndarë për buxhetit komunal rreth 150.000 euro për këtë fazë, planifikim për vitin 2015, kështu që qytetarët e respektuar sigurisht shumica e tyre do të ndjekin edhe këtë emision, kështu që unë them që me pranverën, fundi marsit apo fillimi prillit veç do të fillojnë punimet rreth trajtimit të këtyre segmenteve rrugore në fshatin Plugjin. Sa i përket elektrifikimit, ne si kuvend komunal nuk kemi qasje në KEC apo KEK përkatësisht. Kemi probleme, këto probleme kemi edhe në fshatra tjera me rrjet elektrik. Ne gjithherë kërkesat e qytetarit parashtrojmë para KEC-it, para tyre, në mënyrë që të investohet në rrjet. Çfarë përgjigje merrni? Morëm përgjigje se ata pak a shumë
arsyetohen me ata se as ata nuk po kanë mjetet të caktuara të bollshme për trajtimin e rrjetit të në duhet të kishin mjete duke ditur që marrin nga vetë konsumatorët. Sigurisht që ata kanë plan program tash edhe investimet në rrjet. Gjithherë jemi aktiv edhe pse nuk jemi përgjegjës si kuvend komunal për investimin në rrjetin e shtyllave. Në fshatin Plullzhin ka filluar edhe një shkollë e re, përkatësisht fshati Plullzhin dhe fshati Tice kanë një shkollë përbashkët, sepse fshati siç e ceku edhe më herët. Po për zotriu në fjalë tregoj se për shkak të rrugës shumë të dëmtuar duhet ndoshta të fëmijët i dërgojnë në një shkollë tjetër. Shkojnë edhe në Likot, sepse edhe ashtu fshati është i dhënë dy pjesë. Në trajtimin e rrugëve e kemi bërë deri fshatin Tic, ku përkatësisht segment rrugor mund të jetë edhe Plullzhina. Po aty ishin ndarë dhe Plullzhina vetë ishte ndarë në dy pjesë. Po ashtu edhe Plullzhina do të thotë ka kjo pjesa e Likocit edhe Abris, është rruga asfaltuar në segmenti kryesor, mirë, po brendësia e fshatit është vërtet që ka mbetë pa trajtuar. Kështu që ne kemi filluar edhe me objekt shkollor në fshatin Tice, në fshatin Plullzhin, sepse ajo është mes dy fshatrave. Kemi filluar me objekt 3 e ndërtesës së shkollës, ku pritet që në shtatorin e vitit tashëm në zonësat veç të kenë qasjen edhe kushtet më të mira. Po i vjen që viti ardhshëm banorët e Plullzhinës do t'i gjej trehatuar në një farë mënyrë. Edhe me rrugë, po edhe me shkollë. Unë po shpresoj edhe me kanalizim, sepse shumica e infrastrukturës rrugore gati që veç e kemi trajtu, kemi probleme edhe për fshatra tjera, këso probleme si fshatin Plullzhin, mirë po në përgjithësi marë si Skënderaj, por i theksoj edhe një herë, do të është një sukses i madh, me ndihmën edhe donatorëve tjerë, edhe në nivelit qendror të qeverisë, po edhe donatorëve tjerë si USAID, CDF-ja, GTZ-ja, do të thotë gjithherë. Komisioni Evropian në projekte më të mëdha, do të thotë është bën një infrastrukturë e mirë. A i keni ndarë në një farë mënyrë prioritete, duke ditur se ende ka shumë fshatra në zonën e Drenicës, të Skënderajt konkretisht, që duhet të fillohet me punime. Kështu që në qoftë se të gjitha do të fillohen në pranverë, a është e mundur, apo i keni ndarë prioritetet? Jo, është buxheti komunal, është i ndarë në bazë prioritete. Na faktikisht në këtë periudhë kohore jemi të realizu punë fshatin Rezall, që është një ndër fshatrat më të mëdha, trajtimin e lagjeve. Pastaj jemi të i bë projekte edhe të zhvillu projekte fshatin Vojnik, ku para dikon një muj dite keni pas edhe kronik tash, mund gjeni edhe të sheni realizimin aty në punimeve, dhe të në cilën fazë është filluar dhe të punohet. Është filluar edhe ka shku si pas dinamikës, dhe të të dikon min 80% trupit rrugësve që është trasu edhe është janë vendos shtresat e zhavorit, presim që nëse merë koha edhe të asfaltohen. Pastaj jemi të i punu në fshatin Qitak, në fshatin Vitak, një pjesë Laushësve që kemi përfundu. Dhe thëtë ne polirohemi prej projekteve tjera, kështu që në vitin 2015 neve kemi planifikume 3 fshatra ma prioritare, Plullzhinën, Kladarnicën, dhe pjesën e Izbicës, dhe të trajtojmë me problemet njëjta, sikur se këta qytetarë. Sa duhet të jenë optimist fshatarit, me qenë se po e vërejmë një pesimizëm jo vetëm në këtë fshat, por në shumicën e vendeve ku po i vizitojmë, ku zakonisht thuhet refreni i njëjtë, se përfaqësuesit e subjekteve të ndryshme politike vinë gjatë fushatës, vinë natën, shkojnë herët, na japin premtime dhe zbët diçka më shumë. Jo, ne qytetarët me siguri se na njohin si ekzekutive dhe tash nuk po hyjnë ato çështjet politike, kishta me thonë se unë jem drejtor, ma shumë edhe ekspert në cilësinë e drejtorit, kisha me thonë shumë politik, shtu mirë, po PDK-ja në Skënderaj edhe pa projekte heq, i ka pasur atë primatin e pushtetit. Dhe të premtimet i ka mbajt, sepse këtu përmise 300 km rrugë, janë mbajt premtimet për këtë ekzekutiv, mirë, po është e pamundshme krejt buxhetin e Kosovës me orientu në Skënderaj, është e pamundshme me i gjitha ato probleme, sepse edhe si rajon ka qenë ma i dëmtuar dhe ma i shkatruar gjatë luftës, mirë po edhe nuk ka egzistu infrastrukturë para prake, e cila kishte me zbut pa ka shumë problemin. Dhe banorëve përfundimisht ju thoni se në pranverë do t'jenë me rrugë, me shkollë, me kanalizim e gjitha. Do të fillojnë punimet rreth trajtimit të rrugës, e të shkollës, po ashtu edhe jemi në rrugë në barë, me shfrytëzimin e donacione me CDI zvicrane para nënshkrimit marrëveshjes për investime në ujësjellse dhe kanalizime. Mirë, kjo është besoj një lajm i mirë për gjithë banorët. Unë po shpresoj që është edhe lajm i mirë, edhe ky premtim do të mbahet, edhe ju do të jeni dëshmitar që këtë kronik
do të dilni me pranverë dhe me siguri do të kemi rastin. Patjetër, këtë herë presim që ju të na ftoni. Ashtu siç ju ftojmë ne juve. Po sigurisht, me kamerën e juaj do të jeni dëshmitar të fillimit të punimeve dhe të realizimit të tyre segmente rrugore. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për prezencën e juaj në studion tonë. Faleminderit edhe për jush, jeni të mirëseardhur gjithherë në trajtimin e këtyre problemeve, këtyre kronika, ne nuk kemi çka fshehim për qytetarëve sepse ky është një realitet. Kishim pas shumë dëshirë që këto probleme të zgjidhen më herët, mirë po për efeksoj pamundësia e buxhetit të mjaftueshëm nganjëherë dëshirat tona janë, vullneti jonë është mirë po pamundësohet për shkak. Duhet vetëm edhe buxheti. Sigurisht që po, edhe për ata po sigurohet. Po.